Përshëndetje shikues të nderuar të kanalit ton Bletëria Shqip, mirë si vini në këtë video të shkurt. E shkurt për arsye se edhe këshilla apo triku që do të japim në këtë video është shumë i shkurt dhe shumë praktik. Siç e dimë gjithë se ditari është një element shumë i rëndësishëm në bletari. Çdo bletar është i detyruar të merr shënime mbi kontrollin e fundit të kosherës, për arsye që dim si të veprojmë në kontrollin e radhës dhe të kemi një pasqyrë se si po zhvillohet ajo koloni. Shumica e bletarëve përdorin letra ose ditar ose fletore. Por sot do t'ju tregoj një trik shumë praktik dhe shumë të thjeshtë për të marrë evidenca, domethënë më të shpejta dhe pa pas nevojë ta merrni ditarin me vete, po ashtu pa pas nevojë të hapni kosherën ose kapakun e kosherës. Këto janë evidenca, domethënë jo shumë të detajuara, por evidenca blic, ku ne mund t'i shohim pa hapur fare, siç thash, ditarin dhe kapakun e kosherës. Ajo mund të realizohet duke përdorur një ngjitës ose domethënë këto shiritat ngjitës që janë, të cilat mund t'i ngjesim mbrapa kosherës, anash në koshere, domethënë në një vend ku nuk e kap shumë dielli dhe lagështia. Edhe pse duhet t'i ndrojmë, po ashtu bletari është i detyruar që këto të dhëna, të cilat vendosen në këtë shirit, duhet të transferohen në ditarin kryesor. Për çka bëhet fjalë, shohimi pamjet në vazhdim. Ja një shembull ku ngjitësi qëndron mbrapa kosherës dhe kemi bërë disa shënime të thjeshta sa për pasqyrim nga jashtë. Domethënë data 21, mbretëresha plus është parë, viti 2025, pjellje 6, polen plus, mjalt ka dhe e bashkuar. Domethënë kjo koloni e bashkuar. Pa pas nevojë, unë kalimthi shoh gjendjen e kosherës dhe vazhdoj tek qerta. Ose mbi kapakun e kosherës, janë këtë rast për shembull që kam shënu, i jepi ushqim. Domethënë kjo koloni ka nevojë për ushqim. Dhe vazhdojmë te kolonia tjetër ose ngjitës që janë këto pak më të fuqishëm, janë prej domethënë si lloj nailoni ose brenda në tavan. Ja shembull. Mbretëresha plus, 2025, 5 pjellje plus, polen plus plus, do të thotë që është mirë, ju vendosni vetë kriteret, çfarë doni të jenë. Mjalt plus plus, domethënë ka shumë mjalt, po ashtu super zhvillim. Domethënë vazhdon pastaj kontrolli i radhës dhe kështu me radhë. Është shumë praktik dhe shumë i thjeshtë sepse kemi një pasqyrë, domethënë të përgjithshme mbi koloninë. Ndoshta dikush prej juve tashmë e praktikon, por unë vendosa që ta ndaj për bletar të cilët nuk e di. Shpresoj të ju pëlqej dhe do të shihemi në një epizod tjetër. Minbetshi dhe suksese.